Blut e kryeqytetit kanë kapur në flagrancë 5 persona të përfshirë në një rast të shitjes së 5 kilogramëve kanabis sativa. 2 prej tyre po transportonin lëndë narkotike me automjet, ndërsa 3 të tjerët i shoqëronin me një automjet tjetër. Si rezultat i operacionit të koduar, Valiasi u arrestua në flagrancë 5 persona të moshave 20 deri në 26 vjeç, 2 prej tyre vëllezër, të cilët akuzohen për prodhim dhe shitje narkotikëve si dhe moskallëzim krimi. Gjatë operacionit bazuar në informacionet e siguruara nga burimet operative, shërbimet e policisë kanë ndaluar në Valias 2 automjetet e dyshuara, automjet tip Audi me drejtues 25 vjeçarin me iniciale AP dhe pasagjer 26 vjeçarin me iniciale EP dhe automjetin tjetër Jaguar që e ndiqte nga pas me drejtues 22 vjeçarin me iniciale EG dhe pasagjer, vllajin e tij 20 vjeçar dhe 26 vjeçarin me iniciale EP, të cilët tentuan të largoheshin në momentin e ndërhyrjes së policisë. Gjatë kontrollit në automjetin me drejtues shtetasin AP, shërbimet e policisë kanë gjetur 2 pako me lëndë të dyshuara narkotike kanabis sativa me peshë totale 5 kg 300 gram, që dyshohet se po transportohej me qëllim shitjen.